ta sqaroni, po flisni për çështjen që në fund metës ju dha të drejt nga SPAK dhe tha po, nga përgjigjet e amerikanëve është bërë vetëm një pagesë. Apo po flisni për lobimet e tjera. Avokati tha po flas për lobimet e tjera, në rregull. Vangel Tavo deklaroi se nuk kishte dini për kontratën e konsultimit, që LSI-ja e kishte lidhur me kompaninë McKeown. Vazhdon, Vangel Tavo deklaroi se ai së bashku me Ilir Metën kishin zhvilluar takime me politikanë të ndryshëm, përfaqësues të Kongresit. Thot Tavo, ai deklaroi se nuk kishte dini për kontratën e lobimit, edhe lexuam këtë. Vazhdohet më tej. Me takimet përfaqësues të Kongresit Amerikan Senatit. Në lidhje me pagesat që subjekti politik LSI ka kryer në vitin 2016, po e lexoj grida sepse ky territori i dosjeve me politikan, ish funksionar, të cilët përmes avokatëve duan të tërheqin në terrenin e mbrojtjes dhe gazetarët, po bëhet për herë edhe më agresiv dhe më i padurueshëm dhe i papranueshëm. Edhe ndaj po e lexoj për të qenë korrekte që mos lë hapësira për shtigje ku avokati mund të bëjë mbrojtjen duke u kapur me një fjalë. Mbrojtjen të vetë bëjnë në sallë dhe të thot emrat e personave që SPAK i ka falur dhe ne t'ja themi publikut dhe po, të themi po, SPAK i ka falur. Do t'i dëgjosh kur t'i pyesim aty, si persona që kanë dëni, si kanë mashtruar, kur kanë dëshmuar përpara SPAK-ut, po kini durim, o Anila, kini durim, sa të filloj procesi gjyqësor, do t'i mësoni me emra dhe mbi emra të gjithë ata kanë patur përgjegjësi dhe i kanë shpëtuar sot përgjegjësisë penale. Që SPAK ka falë dikë, që këtu çështja bie dhe kur ju keni këtë provë që ju e pretendoni se është provë, ju duhet t'ja thoni publikut dhe ne t'ja themi publikut dhe publiku ta kuptoj që ish presidenti Ilir Meta nga tetori mbahet mbi një çështje të montuar. Thuaj emrin dhe i bën shërbim dhe mbrojtje të ndershme klientit pa u kapur, pa po thuaj si quhet. Shikoj, ne kemi fol sot me prokurorin Anila, si quhet ky person që shfal nga SPAK. Ka shanse të do dalin. Këta do dalin, janë të gjithë, këta do dalin të gjithë në momentin që çështja do kalojë në gjykim. Në çështjen e themelit, këta kanë dëshmuar dhe do vinë aty të dëshmojnë. Dhe do keni mundësinë ti shikoni sepse këta të gjithë edhe dëshmitë e tyre dëgjoj. Si mund të thoni ju? Duhet të kuptosh diçka. SPAK-u nuk arriti dot dhe ti bënte ballafaqim me presidentin kaq. Kishte një detyrim ligjor që ballafaqimi është shumë i rëndësishëm. Me kë do bëj ballafaqimi? Fal, persona. Kush si quhet personi? Konkretisht si quhet? Ka identitet ky person? O Anila, dëgjoj, nuk ka marrë këtu të akuzoj. Ka marrë të mbroj publikisht presidentin e Republikës, që i cili nuk ka përgjegjësi penale. Tani ju vazhdoni Rama, i cili për periudhën 2016 ka mbajtur postin e sekretarit përgjithshëm është Luan Rama. Është Endrit Brahimllari. Është Vangel Tavo. Kush është se këto dalin këtu? Anil, mjafton me kaq, nuk ka përsëri emra? Pasqyra financiare Mirela Meko. Ti shofi me radhë, sepse janë shumë emra për lobimin. Cili prej këtyre? Ta dim dhe t'ja themi publikut. Qartë. Pra cili prej këtyre dhe është do ta mësoj Anila, dakor, kujtim do ta mësoj publiku kur të vendosni ju me strategjinë tuaj. Karamuzhoj që drejt fundit se unë duhet ta mbyll këtë se do të shkojmë tek arrestimi i rëndësishëm. Avokat. Meqense ishim te çes. Unë ka marrë këtu të logjike. Shiko, në këtë republikë hetimet fatkeqësisht kushtetuta, kodi procedurës në këtë republikë ja ka lënë të bëj hetimet, të bëj prokuroria. Ne nuk bëjmë hetime. Ne thjesht duhet të nxjerrim atë gurin nga i lumi që hedh atje prokurori, ato të gjitha ato që bën dhe ne do t'i shmontojmë. Kjo është fatkeqësia në këtë vend që ne nuk na pranojmë prova. Ne vërteta del me emra, nuk kemi supozime dhe përgjithësi. Anil, ke një fjali të fundit se dua ta mbyll këtë pjesë dhe të falenderoj kujtimin dhe prokuroria do t'i bëj avokati. Kaq, kur ti bënim ne hetimet, dia unë dinte edhe presidenti se çfarë ne do të çonim provat tona. Si e shpjegoni Anil? Ne jemi të detyruar të ndërtojmë mbrojtjen. Po qartë, kujtim ju të ndërtoni mbrojtjen. Si e shpjegoni që provat e prokurorisë të cilat do t'ja dakord mos ta përsërisim. Paraqesim gjykat. Kthehemi te çesdia. Është e vërtetë që hetimi lë për të diskutuar. Pra, nuk kemi motamo atë çështjen e shkëmbimit të parave. Lë për diskutuar dhe betejë do jetë patjetër në gjykat. Por ka disa teza që prokuroria e posaçme u bashkangjit me veprime hetimore. Një ndërto, e tha kolegu, udhëtimet e shpeshta, referuar sistemit Teams,
edhe përmes VIP-it, marrë në pyetje edhe një oficer në aeroportin e Rina, si që thot hyn përmes VIP-it, dhe një ndër to është fluksi telefonatave gjatë lidhjes kontratave midis Kasirot Ismailajt dhe Ilir Metës. Si shpjegoni ju komunikimet? Dhe versioni që thot SPAK se ka qenë i përzgjedhur për këtë çështje për mbledhjen e borxhave. Zoti Meta, me zotin Ismailajt, përpara se të përgjigjet kujtimi, ka një jetë që njifet. Hyrjet dhe daljet njohet me të nuk janë provë fakt penal. Si ka si pikërisht në atë periudhë, kur po ndodhin të gjitha këto faza dhe diskutimet për lidhjen e kontratës, ka fluks telefonatash të caktuara, të numëruara mbi 115. Pse kanë nxjerrë ato telefonata ai dhe nuk kanë nxjerrë telefonata që mund të ketë bërë me persona të tjerë? Më fal. Po sepse i intereson, thash, pakut, i intereson të nxjerrë ato. Dhe ju ne këtu nuk përmendëm faktin tjetër aty të votimit të ligjit në kuvend. Ajo është më të mëshme akoma. Ajo është më të mëshme, Anila. Ajo, e dini shumë mirë, për këtë po flas. Okej, se tani hym në sferën anonimatit prapë. Ta bëjmë thjesht në publik. Karamusho mbyllet ti tani. Do ta mbyllun ta bëjmë thjesht në publik, si në formë prallë, si një lloj fabule. Dhe fabula është shumë e thjeshtë. 400.000 euro, një grup dhe kryetari. Pra një grup kryesie dhe kryetari. Kryetari s'di gjë, këta marrin 400.000 euro, nuk i deklarojnë në Shqipëri, shkojnë i deklarojnë në Amerikë dhe për kë i deklarojnë? Për të bërë një lobim se që dove pak avokat shpari për LSI-n dhe për takimet e kryetarit, i cili bën dhe foto me Trumpin. Për këto janë, më fal. Atëre ka qenë kryetari të kuvendit, ta shpjegova, nuk era anashkalova. Janë dy gjëra të ndryshme. Ka shkuar lobimi është bërë dhe për takimet, edhe për takimet. Sekretar kuvendit shkon shumë aty dhe nuk i presin gjithë. Pra lobimi është bërë dhe për këtë. Tani nëse ju krahasoni zonjën e Spiropali me gjithë respektin që kam me personalitetin e zotit Meta, kryetar kuvendit, bëni shumë gabim. Zoti Meta ishte një preshore politike. Nëse shumë naive. Absolutisht, ai ka shkuar atje. Pra kryetari Shkoka fotografohet, mban takime, nuk di kush paguan, se këto janë, prandaj është fabull shumë e thjeshtë, ta kuptojnë shqiptarët. Dhe kur kthehet merr vesh që këta pas kanë paguar për të lobimin dhe këti janë hapur dyert në administratën amerikane. Dhe kjo nuk shkon. Shumë e thjeshtë. O zoti Karamusho. Tani përgjithësia me të drejtë, Spaku thotë, nuk është ajo periudhë pagese. Dhe këta grupi ja kanë thënë Spakut që mor zotri, ne këto gjëra i kemi bërë sa na thot ky, jo kumblla dhe darda. Kështu kanë thënë ata bashkëpunëtorët. Prandaj sot avokati ka dalë dhe ju ka thënë, tani ta shikoni do t'i nxjerrim emrat juve. Pse? Sepse janë dhe kanë vajtur janë arrestuar si dëshmitar të akuzës. Ajo që duket është që do të jetë një kuti pandore e mëtejshme. Kjo dosje. Ju doni patjetër që të shiko. Ju doni të thoni që zoti Meta ka qenë në dieni sepse ka shkuar në SBA takora tek këtë. Tani lobimi, shiko. Ky lloj o zoti Karamusho, ky kontrata e lobimit është prishur dhe zoti Meta ka qenë në dieni që u prish sepse ka metër në dieni të këtij fakti ku shkojnë Shtetet Bashkuara, urgjent tha të prishet kjo kontratë sepse unë nuk jam në dieni. Mirë, ky është qëndrimi i mbrojtjes. Zoti Meta, më fal zonja Duna, fakti që zoti Meta nuk ka ditur, po pikërisht zoti Meta nuk ka ditur për veprimet e këtyre dhe nuk ka asnjë firmë, ne nuk mundet ta akuzojmë zotin Meta për veprime që kanë bërë të tjerë. Mirë, duket që është hapur një tjetër kuti pandore brenda llojit dhe se si do të vijojë kjo me emra në Partinë e Lirisë apo ish LSI-n atëherë dhe deri ku çifti Meta kryemadhi politik tashmë do të jap sqarime për të qartësuar midis lëvizjeve dhe jo lëvizjeve, dienive dhe jo dienive, është një sag që do të vijojë. Unë e falenderoj veçanërisht Arbër Hitajn që nuk të dhash aq shkosa sa mundet në një debat politik, po kjo është midis dosjeve dhe politikës. Kreshnik Spajut, faleminderit dhe sigurisht Kujtim Cakranit faleminderit dhe sigurisht është një betejë që vijon kjo ajotja dhe publike dhe juridike.